kanë mëri me korruptu luftën kundër korrupsionit. Edhe unë kom besu që kanë me bu. E vetëmja gjohë që kom pas shpresë që e bën në 2020 ka qenë kjo. Ky hala thot tjertë janë të korruptum, e harron Nagipin. Me mos i përmenim me emna, i harron janë 100 afera korruptive deri te vjedhja e rezervave shtetërore që i ka pas. E te pasuli i ushtrisë, që thoj është sekret. Kur mur vesh që ka vjedh pasulin, deq aty, thoj është sekret shtetëror nuk mujmë ju kallëzu. Njerëzit janë të vdek. Njerëzit janë të vdek. Familje, zoti Zini. Absolutisht janë shumë familjet. Edhe 5 pore nuk i japin, vetë që shihet që dalin ja 10-15 vetë me punu, masit ndodh tragedia. E kjo është se nuk ju kanë ima heret heq. 5 pore nuk i japin. Nuk lodhen për qytetarin e Kosovës. A janë të korruptum, shiko, jo vetëm aq, por unë besoj që kanë mëri me korruptu luftën kundër korrupsionit. E çfarë nuk kupton kjo? Me korruptu luftën kundër korrupsionit. Që prej fillimit, çfarë nuk kupton kjo? Nuk o term që e kom çpikun përdoret edhe në vende tjera. Nëse një parti politike, një grupim politik vjen në pushtet për me luftu korrupsionin, është gjë mirë. Fillimisht duhet, edhe unë kom besu që kanë me bu. E vetëmja gjë që kom pas shpresë që e bën në 2020 ka qenë kjo. Nuk më ka dëshpru mu se karakterin paka shumë e kom njoft, po kjo është dëshprim total. Çka e korrupton luftën kundër korrupsionit është nëse lufta kundër korrupsionit shndrohet në mjet politik kundër shtarëve politik. Atëherë që është korruptu lufta kundër korrupsionit. Për shkak se ky hala thot tjertë janë të korruptum, e harron Nagipin. Me mos i përmenim me emna, i harron janë 100 afera korruptive deri te vjedhja e rezervave shtetërore që i ka pas. E te pasuli i ushtrisë, që thoj është sekret. Kur mur vesh që ka vjedh pasulin, deq aty, thoj është sekret shtetëror nuk mujmë ju kallëzu. E që të ke dronat ja kallëzoj ke Serbisë që i ka ble, e pasuli thoj është sekret. Dronat nuk janë sekret. Armatimi jo, pasuli, sekret është. Po foli pak si ai. Janë probleme serioze këto edhe korrupsioni, i kemi dhe raporte ndërkombëtare sot. Sot kanë dalë risht prap, cilat thojnë që korrupsioni në nivelet e larta qeveritare është shqetësues. Ata nuk përdorin fjalë të dyta kur ta shkruajnë raportin, okej? Vani që u shpreja kështu, nuk i përdorin ato fjalë. Po kur thot korrupsioni në nivelet e larta qeveritare është shqetësues, është niveli i parafundit i tërheqjes vërejtjes. Nuk thonë që edhe një nivel me i thonë fjalë tjera.